Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! A duhet të ham vezë në mëngjes? Eksperti jep përgjigjen që do ju befasoj. Vezët ofrojnë kaq të mira dhe kaq shumë përfitime shëndetësore sa mund të rekomandohen për gjendje të cilat fillojnë nga diabeti deri tek rënja muskulore dhe e kujtesës, ka zbuluar një studim i ri. Vezët janë të pasura me proteina, vitamina dhe njëkohësisht minerale, prandaj mund të konsiderohen si multivitamina natyrale. Përveç përmbajtjes në proteina të një cilësie të lartë dhe të acideve yndyrore, ka një sër lëndësh ushqyese si për shembull vitamina B, D, jod dhe kolin, të cilat nuk gjenden në ushqimet e tjera. Të dhënat e fundit kanë treguar se vezët janë vërtet një recetë fantastike për sa i përket vitaminave, mineraleve dhe njëkohësisht acideve yndyrore dhe të gjitha proteinave. Prandaj ato mund të listohen në grupin e super ushqimeve, thotë dietologja nga Skocia. Një vezë përmban 66 kalori dhe rreth 6.4 gram proteina. Konsumimi i vezëve, një ushqim i lartë në proteina dhe i një sër aminoacidesh, ndikon që hormonet e oreksit të mos ndikohen dhe kështu ju të qëndroni për një kohë më të gjatë të ngopur duke shmangur ngrënien e ushqimeve të panevojshme dhe duke stimuluar rënien tuaj në peshë. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi mjaft të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumimit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zier. Por cilat janë vlerat e vezës së zier dhe çfarë i ndodh organizmit kur ajo konsumohet e zier? Këtu ne do t'ju njohim me përfitimet më të mëdha shëndetësore që ju do të keni fal vezës së zier dhe ndikimin e saj në organizëm. Veza përmban 210 mg kolesterol, ndaj zierja konsiderohet si mënyra më e sigurt përgatim sepse yndyrat që përdorni në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ndërkohë, sipas të dhënave, ngrënia e vezëve në mëngjes, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, mundet ju ndihmojë që ju të humbisni në peshë. Yndyrat e mira. Vezët e ziera nxisin krijimin e yndyrave të mira, të cilat gjithashtu ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve tuaja kardiovaskulare dhe njëkohësisht ndihmojnë në mbajtjen e rregullimit të nivelit të insulinës në gjak dhe përrjedhoj ulin nivelin e sheqerit në gjak. Proteina. Vezët e ziera natyralisht përmbajnë një nivel të lartë proteinash. Organizmi juaj ka nevojë për proteina dhe për forcimin e muskujve. Ndërkohë, mbi të gjitha, proteinat ndihmojnë organet e trupit tuaj dhe mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse në muret e qelizave. Shëndeti i syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme pikërisht tek veza është edhe vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ajo i ofron retinës së syve për thithjen e dritës, mbron membranat dhe ul rrezikun e prekjes nga dobësimi i shikimit apo verbëria. Kocka të forta. Vezët e ziera janë të pasura me vitaminë D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kocka dhe njëkohësisht dhëmb të fortë gjithashtu. Sipas informacioneve, vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe njëkohësisht ajo mundet që të rregullojë nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces nga ana tjetër garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë sa më i fortë. Këshilla për vezët është se ju mund ta përfshini atë në regjimin tuaj ushqimor në mënyra të ndryshme. E rëndësishme është që mjafton ta bëni të thjeshta, ekonomike dhe të mbushura me vlera ushqyese. Vezët e ziera janë një nga ushqimet më të mira që ju mund të përfshini në regjimin tuaj të përditshëm.
por cilat janë përfitimet konkrete nëse ju i konsumoni çdo ditë? Sipas ekspertëve të ushqyerjes, ngrënia e 1 ose 2 vezëve të zjera në ditë mundet që të sjellë një sër efektesh pozitive si për trupin, ashtu edhe për trurin. Përmirëson gjithashtu funksionin e trurit tuaj. Vezët janë një burim i shkëlqyer i kolinës, një lëndë ushqyese e cila luan një rol kyç për kujtesën, për qëndrimin dhe njëkohësisht për shëndetin e përgjithshëm të trurit. Marrja e mjaftueshme e kolinës ndihmon në ngadalësimin e rënies së aftësive njohëse me kalimin e moshës. Ndihmojnë në forcimin e muskujve. Proteinat cilësore të cilat gjenden tek vezët kontribojnë në rindërtimin dhe në forcimin e masës muskulore, veçanërisht tek ata të cilët ushtrojnë ose janë në fazë rikuperimi pas dëmtimeve. Mbrojnë shëndetin e syve. Vezët gjithashtu përmbajnë lutein dhe zeaksantin, 2 aminoacide tepër të fuqishme që mbrojnë syt nga efektet e plakjes dhe nga drita e dëmshme blu, duke ndihmuar kështu në parandalimin e problemeve si degenerimi makular. Balancon gjithashtu nivelin e kolesterolit. Megjithëse dikur vezët shiheshin si problematike për shkak të kolesterolit që përmbajnë, studime të reja kanë treguar se vezët e zjera mund të zvogëlojnë dëshirën për ushqim gjatë ditës, duke qenë kështu një zgjidhje ideale për mëngjes për çdo i cili kërkon që të menaxhojë peshën. Mirëpo këtu ne do t'ju tregojmë mënyrën perfekte për vezët e zjera. Zjerja është mënyra më e mirë e gatimit të një veze. Kjo metodë ruan shijen e plotë të vezës, por njëkohësisht ajo edhe garanton cilësinë e paprekur të proteinës, vitaminave, mineraleve dhe njëkohësisht antioksidantëve. Sipas ekspertëve, dashamirësit e vezës së zjerë janë gjithnjë të ndarë për minutazhin e duhur që ofron cilësinë e saj më të mirë. Këtu ne do t'ju tregojmë minutat e duhura se si ju mund ta zjeni vezën tuaj sipas dëshirës. Veza e zjerë fort mund të përdoret në sallata. Veza e zjerë pak është perfekte për të ngrënë me një fetë bukë të thekur në mëngjes. Së pari, ju duhet që të vendosni një tenxhere të vogël dhe të mbushur me ujë në zjarr. Pasi uji të valojë, uleni temperaturën dhe vendosni vezët me kujdes në ujë, duke u siguruar që ato janë plotësisht të mbuluara. Më pas rriteni temperaturën dhe lëreni ujin të valojë. Uji nuk duhet të bulzojë shumë sepse rrezikon që të krisë lëvozhgën e vezës. 7 minuta ju duhen për një vezë me të bardhë të fortë dhe të verdhë të lëngshme. 8 minuta ju duhen për një vezë më të bardhë dhe të fortë dhe të verdhë, të butë dhe të qullët. Ju duhen 10 minuta për një vezë të zjerë, por brendësia e të verdhës është pak e butë. Ndërkohë, 12 deri në 13 minuta ju duhen për një vezë të zjerë fort. Ndërkohë, sipas ekspertëve, këto afate kohore janë të përshtatshme edhe për vezët e mëdha. Vezët e zjera ose ato të fshatit mund të zihen më shpejt. Pas të zjerjes, vezët duhet i fusni në një enë tjetër me ujë të ftohtë, mundësisht të akut që të pengojë gatimin e mëtejshëm të vezës si pasojë e nxehtësisë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat, paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.